Tash 27 vjet jeton dhe vepron në Belgjik. Për herë të parë erdhi në Kosovë veç për të votuar. Është ky Ferizajasi Zein Qazimi, i cili tregon se nga Brukseli erdhi edhe me 50 shoqe të tjera. I zhgënjur nga realiteti në Kosovë, thotë se të gjitha qeverisjet e deritanishme nuk ofruan asnjë zgjidhje në favor të popullit të vet. Qazimi ankohet për qasjen e pushtetarëve ndaj mërgjimtarëve që jetojnë nëpër botë, ndërsa deklaron publikisht se nëse nuk do të bëhen ndryshime pas këtyre zgjedhjeve, do ta shes tokën e shtëpinë dhe nuk do të kthehet asnjëherë në Kosovë. Na e marrë për ndryshime në Kosovë, unë jam që 18 vite që është demokrati në Kosovë, s'kam votu asnjëherë, jam marrë hera parë për me votu këto, dhe jam marrë për me bërë diçka ndryshime. Na si grup kina orë 50 veta, edhe që thashë dikush ka orë me autobus, na që kina orë me aeroplan, edhe ato për shkak kur vim, na si të mos gjatë pushimit veror, po ashtu edhe tani që e kanë ditë se vim për zgjedhje, ne kanë bërë biletën thyse 500 euro. Është hera fundi që do të vinë në Kosovë. Unë e kam në sësi në Belgje, që unë mi ka studiu, më ka magistru, vazhën e kam gjimnatin, s'kam një ujnë marë këtu. Unë e vi për juve, vi për Kosovën teme, që 32 vite kam jetu këtu dhe 27 i kam Belgjik. Pibaj këtë verë 58 vjetë dhe më djekë zemra për popullin e Kosovës, për ata që janë ndërgjeshëm, kurse për kriminali kësha fu në burga, gjithë, kurse jam mariton, unë në që ose jam atë ose vla jam në të fusin bërë. I shqetësuar me situatën politike, tregon të jetë edhe bashkëdhetari tjetër që jeton në Belgjik, Bedri Peposhi. Ai thotë se prej pas luftës ka ardhur në Kosovë për të kërkuar punë si mësimdhënës, por asnjëherë nuk i është dhënë kjo mundësi. Prandaj Peposhi tha se ka vendosur që të jetojë në Bruksel, por zemra i çan gjithmonë për vendin e vet dhe për këtë arsye ka ardhur për të votuar, edhe pse pak beson që zgjedhjet do të jenë ferë e demokratike. Është tragjedi kur po shkojmë me votu që hala na kanë vdekë babat e gjyshat para sa viteve, i gjendë me flet votimit, kena turpi i administratave, i tunis pikupolës qeveritare, pa marrë parasysh prej qeverive që pas luftës, prej 2000-ve deri sot vlen për të gjitha. Jam shumë i pakënaqur, unë si mërgëptar kam shumë vretje, kur vimi në për dogana, flitet në aeroport, ose nga ona kur vim nga ona e Shqipnisë, njëtat në gjanë, kemi tortura që njerëzore që nuk banë, shofin se vind për të njëtin minut në aeroportin e Prishtinës, ka të sportele për e din orarin si vind aeroplanat, lanë, fëmijë të vegjël, gra, plesh, pa marrë parasysh, nuk kemi, hala nuk ka fillu edhe në polici, nuk di a janë analfabeta, a i banë me qëllime, gjëja ma tragjike që po shof, a nuk kanë kjo vlen për gjitha komunat, a nuk kanë kohë gjatë 4 viteve me bërë rrugën ndërtime, po pse tash nuk pëmi me ardhë, po sa herë kur kemi votime, tash hapin rrugë asën hindert komunave, po kjo është një turp nuk e ditë që shpegëltit. Unë nuk më dhefosur, jam shumë i më dhefosur kush jep votën këtine krybanditave. Ky mërgjimtar për situatën e krijuar, një dosë të fajit, i ahedh vetë popullit. Bën një pyetje në popull, për 1 milionëve kanë me thonë se 900.000 gjendja nuk është mirë. Atëherë nëse nuk është mirë, atëherë populli mund ta bëjë ndryshimin. 100.000 thotë janë mirë, 900.000 thonë 90% thonë ja. Pra nëse thonë nuk është mirë, le të bëhet ndryshimin, e kanë rastin. Nëse është mirë, mos tankohen. Këta dy bashkëbisedues treguan se grupi tyre që kanë ardhur sa për të votuar përbëhet nga mosha kryesisht mesatare, ndërkaq ata i përkasin kryesisht komunave Ferizaj, Viti e Prizren. Me vete kanë marrë edhe dokumentacionin ku dëshmohet se sa herë kanë kontribuar me të holla për politikanët aktual.